Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish në kanalin Monitor TV, këtë herë për të ndaluar pak tek Luizeli. Sot të gjithë në fakt jemi stresuar me një fotografi që Luizi ka nxjerrur nga ambientet e spitalit në Tiranë. Fillimisht një herë fansat ishin pak të turbullt, ndoshta disa prej tyre nuk e kanë ndjekur rrjedhojen e postimeve të një pasnjëshme të Luizit në rrjetin social Instagram të tij në për story dhe nuk kanë arritur dot ta kuptojnë se çfarë ka ndodhur me Luizin. Do të ndalojmë tek Gjysh Veliu, një zotëri nderuar që Luizi e respekton pafund, një njeri që Luizit i ka falë gjithmonë respekt, i ka falë gjithmonë dashuri të sinqertë. Luizin e ka trajtuar dhe e ka respektuar dhe e ka mbajtur si djalin e tij, por njëkohësisht edhe Luizi për familjen e bashkëshortes, në këtë rast familjen e Kiarës, gjithmonë ka ditur të tregon respekt të mirëfillt dhe ka treguar dashuri të vërtet, ka treguar dashuri të sinqertë, do të thënë respekt të pafund për familjen e Kiarës. Dhe pikërisht Gjyshi Veli sot po ka kaluar një krizë operimi, por shqyr Zotit me ndihmën e Luizit, me ndihmën me patjetër të mjekëve dhe me falenderimin e Zotit, ai është në gjendje të mirë dhe operacioni ka kaluar me shumë sukses. Ajo që mua më tërhoqi vëmendjen në këtë fotografi është afërsia e Luizelit që ka me familjen e Kiarës dhe respekti që Luizi bën ndaj këtyre njerëzve, do të thënë ka një respekt të jashtëzakonshëm, është një djalë me të gjitha përmasat që një njeri do dëshironte t'i ketë. Pa marrë parasysh që është fytyrë publike, pa marrë parasysh që është njeri tepër i klikuar, Luizeli në asnjë mënyrë nuk e bën veten që të veçohet apo nuk e veçon veten nga përditshmëria. Ai ka respekt të jashtëzakonshëm për Kiarën dhe mundohet që njerëzve të Kiarës, duke i trajtuar si njerëzit e tij, sepse nga ajo që un kam mësuar, Luizeli më ka bashkuar familjet, është bërë një familje, po mundohet që t'u ri pranë dhe t'u qëndroj pranë vërtet si biri i tyre. Në mungesë të djalit, ato e kanë Luizin për çdo gjë. Dhe kjo është dhurata më e bukur dhe kjo është arsyeja pse gjenerata e tretë, le të mos ta them kështu, e dashuronin pafund Luizelin dhe e mbështesnin pafund, sepse Luizi dihet të tregon që është njeri me norma, është djalë është djalë i mrekullueshëm dhe është djalë me një shpirt të pastër dhe me dritë të pastër të familjare. Unë uroj që Gjysh Veli të bëhet sa më mirë dhe të kthehet pranë familjes së tij të dashur dhe Luizi të ketë gjithmonë këtë respektin dhe dashurinë për familjen e Kiarës.